Ky është viti i dytë i festivalit të librit shqiptar në Toronto, por çfarë ka ndryshe ky edicion? Pse duhet na interesoj të gjithëve? Për të diskutuar rreth festivalit, por edhe më gjërë, kam të ftuar në studio zonjën Laureta Babla. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe mirë se u gjejmë. Është kënaqësi për mua dhe jam shumë kurioztare, jo vetëm për vete, por edhe për audiencën tonë, të bëjmë fillimisht një prezantim. Kush është Laureta, nga vjen, edhe si ka qenë rrugtimi jot në Kanada? Faleminderit. Atëherë, unë quhem Laureta, kam ardhur rishtas, si do thoja, në Kanada. Jam i përkas 10 vjeçarit të fundit të emigrantëve në Kanada. Kam ardhur së bashku me familjen time, me bashortin dhe dy fëmijë, djalin dhe vajzën. Kam punuar prej shumë vitesh në Shqipëri, në fushën e edukimit. Kam qenë pedagoge në Universitetin e Elbasanit. Në fund isha edhe përgjegjëse e departamentit të gjuhës angleze dhe gjermane në universitet dhe aktualisht jam duke punuar si pedagoge në një institucion të arsimit lartë në Kanada. Dhe gjithashtu jam dhe vullnetare dhe antare bordit e ACDA-s, Albanian Canadian Development Alternative, që është një shoqatë e hapur rishtazi në Ontario. Dhe nga një grup, do të thoja, mjaft i këndshëm bashkëpunëtorësh, të cilët ndajnë së bashku dëshirën dhe dashurinë për librin, për letrat, për arsimin, për edukimin, për kulturën dhe për vendin tonë, do të thoja. Do të ndalem pak tek arsyeja që ju bërit merrni vendimin për të larguar nga Shqipëria. E mbani mend se çfarë ju ka shtyrë që ta merrni këtë vendim, sa kohë ju doesh që të përgatiteni para se të vini në Kanada, edhe si e gjetët? Pra si e kishit të ndërruar ardhjen në Kanada dhe si e gjetët realitetin këtu? Po, është një pyetje në fakt që më bëhet shpesh, edhe besoj i bëhet çdo emigranti që vendos të lëviz nga vendi i tij, është një zgjedhje jo e lehtë. Por besoj të gjithë ne kemi arsyet tona personale përse vendosim të lëvizim. Unë mendoj që në rastin tonë ishin arsye familjare. Familjarisht menduam që do të ishte një zgjedhje mjaft e mirë për fëmijët tanë që të shpërnguleshim. Ata ishin ende të vegjël, vajza ka qenë 3 vjeç në atë kohë dhe djali ishte 10. Dhe menduam që do të ishte një mundësi e mirë për ta për të arsimuar diku. Pa dashur që ti dërgonin vetëm, por duke qenë aty, duke i shoqëruar dhe ne. Nuk ishte një vendim i lehtë në fakt, si unë dhe bashorti kishim karriera të konsoliduara, do të thoja, kishim investuar në arsimin tonë, në arsimimin tonë, por mendoj që erdhi në kohën e dur, është një vendim që erdhi në kohën e dur, sot them duhet ta kishim marrë dhe më përpara atë vendim. Më herët më mirë do kishte qenë për të tërë. Por shpërngulja ka qenë e programuar, e planifikuar. Nuk do thoja që ka qenë as pak e pamenduar, ishte e menduar mirë. Aplikimi ka qenë i gjithë online. Dhe më është dashur si mua dhe bashortit të përfundonim ekuivalentimin e diplomave tona. Na është dashur të jepnim provimin e gjuhës angleze, duke qenë që unë isha pedagoge e gjuhës angleze dhe kjo ishte diçka mjaft e lehtë. Pra mendoj që kishim disa lehtësira dhe aplikimi ishte i gjithë online, mjafton të hulumtonim. Ishin fazat e para në fakt në Express Entry dhe gjithçka e kemi bërë vetë, të gjitha aplikimet dhe ka qenë i lehtë, do thoja. Na është dashur vetëm 10 muaj për të ardhur, madje kemi shtyr ardhjen, pasi vizën e kemi marrë në shtator. Përdonim që të mos vinim në dimër, kështu që kemi ardhur në mars, përpara 8 viteve. Dhe ardhja ka qenë impakti i parë, çfarë të bëri përshtypje sapo erdhe? Unë kisha pasur fatin që kisha vizituar vendet Amerikës së Veriut më parë, pra e dija që më priste. Domethënë kisha atë shokun kulturor, kisha kaluar duke qenë që kisha marrë pjesë në kongrese, në aktivitete, në konferenca në Amerikë, dhe e dija që më priste nga ana gjeografike. Po, megjithatë prapë të jetosh është diçka krejt tjetër. Pra ta vizitosh një vend si turiste është krejt ndryshe nga ta vizitosh atë vend bashkë me familjen, bashkë me fëmijët e tu dhe të marrësh një vendim kaq të madh. Shoku dhe impakti i parë ka qenë patjetër largësia, distancat janë gjëja që të ndikon në jetën tënde dhe ti thua, okay, për të takuar dikë, unë duhet llogaris sa kohë do më marr për të vajtur atje. Ndërkohë distancat në Shqipëri janë të pallogaritshme, do thoja, dhe vetëm pasi vjen në Kanada ti kupton që jemi ankuar për distanca shumë të vogla në Shqipëri. Kështu që mendoj se është aspekti gjeografik
që më ka bërë përshtypje fillimisht. Diçka negative. Ndërkohë, diçka pozitive do thoja në Ontario më së shumti dhe në zonën ku ne jemi vendosur fillimisht kanë qenë shqiptarët. Ka qenë fakti që kam dëgjuar shqip që ditën e parë që kam bërritur dhe kjo ka qenë diçka që ty të bën të ndjesh mirë, të bën të kuptosh që nuk je vetëm fare, të bën të kuptosh që do të gjesh njerëz dhe do të ketë njerëz të cilët flasin të njëjtën gjuhë si ti, që të kuptojnë, që kanë kaluar të njëjtat peripeci si ty apo kanë të njëjtën përjardhje. Ndaj do thoya që ka pasur të mirat e veta dhe anët pozitive. Dhe pastaj vjen momenti që shikon për një punë, si ka qenë integrimi në aspektin profesional? Si që thash, duke qenë që unë vi nga kam studiuar gjuhën angleze në universitet, më pas kam përfunduar një master në lingvistikë, më pas studimet e doktoraturës në vlerësimin e gjuhës angleze. E dija që të gjitha këto investime që unë kisha bërë në Shqipëri, në universitetet shqiptare, do të më ndihmonin për gjetur veten në Kanada. Kisha hulumtuar dhe kisha kërkuar mbi çfarëdo dokumentacioni që do më duhej për të aplikuar në punë të ndryshme në Kanada dhe kam gjetur veten shumë shpejt, do thoya fatmirësisht, jam vërtet mirënjohëse. Kam punuar në York University, ku kam dhënë mësim gjuhë angleze për student ndërkombëtar në Institutin e Gjuhës Angleze pranë New York University dhe ajo ka qenë në fakt momenti më i bukur, do thoya, sepse ndjeva që arrita të rigjej veten në këtë anë të oqeanit. Nuk e harroj intervistën që dash, dhe nuk e harroj sa mirë u ndjeva, sa mikpritës ishin pedagogët që më intervistuan, edhe ata u treguan të gatshëm që unë të filloja mësim të nesërmen. Nuk më kishte ndodhur. Pra do thoya që ka qenë një ambientim gradual edhe i këndshëm. Kam më pas patjetër që kam vazhduar të shikoj për hapësira pune dhe kam punuar në disa kolegje publike në Ontario dhe kam kuptuar që ambienti akademik është pikërisht ajo që unë do doja të vazhdoja të njëjtën gjë që kisha në Shqipëri dhe fatmirësisht e kam gjetur veten këtu dhe ndjem shumë mirë, shumë këndshëm të vazhdoj të jap mësim në auditore studentëve vendas kanadez, por edhe studentëve ndërkombëtar, edhe vazhdoj të vë në punë të gjithë njohurit edhe përkushtimin tim në edukim në Shqipëri. Në gjithë këto vite të ka rastisur të kesh student shqiptar? Më ka rastisur, po. Mbaj më në Seneca College, kam pasur një studente shqiptare që e kam ritakuar në fakt në panajirin e librit dhe në disa aktivitetet e tjera këtu në Ontario. Një tjetër student kam pasur në një tjetër kolegj, po. Kam pasur dhe student shqiptar. Të kthehemi tek panajiri i librit ose festivali i librit, siç e quani këtu. Si lindi fillimisht kjo ide për organizimin e një festivali i librit dhe çfarë vizioni kishit fillimisht? Si skuadër ose? Po. Festivali i librit ishte një ide që lindi nga dëshira për të sjell një copës Shqipëria në Kanada. Rudin Dakli është ideatori i shoqatës Albanian Canadian Development Alternative dhe ishte ai që solli dhe hodhi idenë e organizimit të festivalit të librit dhe kjo ide u përqafua nga të gjithë ne, antarët e tjerë të bordit dhe u treguam të gatshëm dhe entuziast për dhënë mbështetje, pavarësisht se ishim dhe të stepur sepse kuptonim që për masat e këtij aktiviteti ishin shumë të mëdha. Flitej për të sjell një sasi të konsiderueshme librash nga Shqipëria. Kostot do të ishin patjetër prezente. Gjithashtu, ana tjetër do të ishte edhe ana teknike, si do të organizohej, ku, cilat ambiente do të merrnin me qira, kush do të ishin njerëzit që do të ndihmonin në atë ditë ose ato 2 ditë të festivalit siç u vendos më pas. Ka qenë një punë goxha e gjatë, por mësuam shumë, do thoya, mësuam shumë aspekte teknike, por gjithashtu u njohëm dhe me
ardashës të tjerë edhe një komitet shqiptar I cili ishte I gatshëm të na ofronte ndihmën e tij në këtë aktivitet. Pra kështu lindi ideja, thjesht nga një dëshirë për të sjellë bashk individ që I duan letrat shqipe dhe besoj kjo ishte në vazhdën e disa aktiviteteve të tjera që ne kishim organizuar. Pra përpara festivalit Agda kishte organizuar mjaft aktivitete, për shembull prezantime librash me autorë të ndryshëm, brenda Kanadas, por dhe jashtë Kanadas, dhe duke parë interesin e komunitetit shqiptar në Toronto dhe në GTA, kuptuam që ky duhet ishte një aktivitet me vlerë dhe me interes. Patët një vizion që në fillim që këtë festival do ta vazhdojmë për vite me radhë apo ishte thjesht si provë fillimisht edicioni I parë? Kur nis diçka nga fillimi, jo gjithnjë e di si do të përfundoj. Ishte një iniciativë që filloi duke menduar që organizojmë dhe më pas shohim se si do të vijoj, por duke parë që përshtypjet dhe mendimet e dhëna gjatë festivalit të parë dhe kërkesa e komunitetit për ta ribër pothuajse çdo vit, kuptuam që kishte një nevojë, kishte diçka që mungonte ndoshta në komunitet, pavarësisht se janë bërë mini panajire nga organizatat e tjera, por asnjëherë në këtë lloj shkalle dhe në këtë lloj organizimi dhe në këtë lloj numër librash të sjell apo shkrimtarësh, dhe duke kuptuar që kjo nevojë duhej dhe I nevojitej komunitetit, menduam që po, pse jo, mund ta kthejmë në një traditë. A është më lehtë tani të organizoni edicionin e dytë apo për shkak të eksperiencës po them, apo problemet ndryshojnë formë dhe përsëri ka probleme? Këtë do t'ja lëm historisë, do thoja. Si ndiheni ju festivali I dytë, por absolutisht ndjehemi më të gatshëm. E dim çfarë kërkohet, e dim çfarë nevojitet nga ne për të organizuar panairin në një mënyrë akoma më të mirë. E dim që festivali do të kërkojë shumë koordinim mes nesh edhe mes pjesëmarrësve. Ndaj besoj se këtë herë jemi shumë të përgatitur se herën e parë dhe urojmë që frytet të jenë shumë pozitive. Nëse mund ta paraqesim pak në mënyrë më praktike, po them për të gjithë audiencën, çfarë vështirësish konkrete ka ose nuk ka të organizosh një panajir libri në Toronto? Po. Në fakt, këto pyetje morën përgjigje gjatë organizimit të festivalit të parë, dhe ajo që kuptuam së pari ishte që vendodhja ku do të organizohej festivali do duhej përcaktuar muaj më parë, mundësisht një vit më parë. Si çdo gjë tjetër në Kanada, planifikimi është shumë I rëndësishëm dhe kuptuam që nuk ishte e lehtë të gjendeshin ambiente për çështje 2-3 muajsh. Pra planifikimi për vendodhjen duhej nisur muaj dhe muaj më parë, ndoshta një vit më parë, siç thash. Kjo është gjëja e parë, pra këtu ishte aja. Së dyti, e vështira besoj e herës së parë ishte sjellja e librave nga Shqipëria dhe ajo na pengoi edhe në përcaktimin e një date fikse se kur do të organizohej, pasi akoma nuk, pra idenë kishim filluar bashkëpunime me shtëpitë botuese në Shqipëri, por librat morën shumë kohë për të mbërritur deri në Kanada. Ndaj kjo pjesë ishte sërish e vështirë dhe kërkonte menaxhim. Dhe unë do thoja pjesa e tretë është dhe pjesa e organizimit dhe koordinimit të punës gjatë 2 ditëve të panajirit. Ajo ishte frika ime personale në fakt, e ndaj edhe me disa antarë të tjerë të bordit, por realiteti doli krejt ndryshe. Mbaj mend që në festivalin e parë ne kemi marrë në dorëzim ambientin në orën 12 dhe brenda 3 orësh e gjys kemi mundur që të sistemojmë stendat dhe të ndajmë librat sipas stendave të ndryshme. Dhe kjo ka kërkuar ndihmën dhe përkushtimin dhe kontributin e të gjithë vullnetarëve tanë. Domethënë ka qenë një grup prej mbi 50 vullnetarësh, fëmijë, të rritur, adoleshentë, student, të gjithë shqiptar, të cilët dhanë kohën e tyre dhe përkushtimin e tyre për të organizuar çdo gjë dhe në hapjet e panajirit askush nuk e kuptoj që ishte momenti I fundit. Ishte bërë brenda një kohe kaq të shkurtër. Gjej rastin këtu në fakt të falenderoj disa prej vullnetarëve nëse më lejoni. Po patjetër. Marley's Got Talent me Ina Xozën
i na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë pasi i na drejton një është pjesë edhe bashkëpunon me një komitet mjaft të mirë dhe mjaft të gjerë shqiptarësh. Është një komitet prindrish dhe fëmijësh të jashtëzakonshëm, fantastik, që unë pata kënaqësinë të bashkëpunoja festivalin e kaluar dhe që pothuajse që të gjithë janë të gatshëm të bashkëpunojnë edhe në këtë festival. Së dyti kemi pasur mbështetje edhe nga shoqatat e tjera. Do të veçoja këtu Tea dhe Teuta Haxhillarin dhe RNJ Scholarship, të cilët gjithashtu kanë dhënë mbështetjen e tyre duke marrë pjesë në stenda, duke qenë prezent, duke ndihmuar në shitjen e organizimin e librave dhe mjaft individ të tjerë, të cilët thjesht kanë parë thirrjen tonë për vullnetar, janë përgjigjur thirrjes dhe na u bashkuan dhe arritëm të krijojmë një komitet fantastik ato ditë që vazhdojmë dhe ruajmë marrëdhëniet dhe sot. Dhe unë gjithashtu doja të... Kemi parë që keni nxjerrë një thirrje, në fakt që jeni duke kërkuar vullnetar. Si do funksionoj këtë vit dhe për sa vullnetar keni nevojë? The more the merrier, e themi në anglisht. Sa më shumë vullnetar, aq më mirë është. Ka hapësirë për të tërë. Dhe unë do thoya që kushdo që është i gatshëm të na bashkohet, mund të aplikojë. Ne kemi një faqe në Facebook dhe në Instagram, të cilët ACDA ose Albania Canadian Development Alternative mund të na kërkoni online. Gjithashtu është hapur edhe një faqe posaçërisht për festivalin e librit shqip, mund ta ndiqni edhe aty dhe ne postojmë her pas here një link ku të gjithë vullnetarët mund të regjistrohen dhe mund të shprehin dëshirën e tyre për ditët, orët ku mund të jenë të gatshëm të marrin pjesë dhe llojet e punëve që duan të përmbushin gjatë atyre 2 ditëve apo dhe përpara apo dhe pas panerit. Pra realisht puna është goxha e madhe për këdo dhe ne kemi nevojë për... Pra nuk është se ju duhet vetëm për 2 ditët e panerit, po keni nevojë për vullnetarë edhe për ditët para ose pas, pra për të marrë me organizimin e librave ose disa punë të tjera që mund të ketë. Po. Keni një numër konkret se sa mund të jetë apo nuk është se ka edhe për sa i përket grup moshës apo edhe fëmijët mund të ndihmojnë? Po besoj mbi 15-14 vjeçar është më mirë, se janë më të pjekur. Megjithatë në panerin e parë, për shembull, ne morëm pjesë familjarisht. Bashorti, djali, vajza që është vetëm 10 vjeç, ishte pjesë e panerit dhe u përpoq të ndihmonte më sa mundte, po do të thoja mbi 14 vjeç e lartë. Dhe kjo është mundësi shumë e mirë dhe për studentët e gjimnazit, të cilët në gjimnazet në Ontario e kanë të detyrueshme të bëjnë 40 orë punë vullnetare. Kjo është mundësi ideale për ta. Pse jo, këto orë ti zhvillojnë pranë komitetit e tyre dhe t'japin kontributin e tyre për një komitetin shqiptar. Si e keni menduar organizimin e festivalit librit këtë vit? Cilët janë autorët që mund të gjejmë aty? Kemi autorë të huaj, autorë shqiptar, çfarë letërsie do të shpaloset aty? Do të kemi vetëm letërsi apo do të kemi edhe libra, për shembull, të shkencave eksakte, po them, që ndoshta fëmijët e emigrante ose vetë emigrantët mund t'i gjejnë në këtë panajër? Tituj do t'jenë nga më të ndryshmit, do të ketë letërsi shqipe klasike, do të ketë letërsi shqipe moderne, do të ketë letërsi të shkruar nga shqiptarë të cilët jetojnë jashtë Shqipërisë, do të ketë letërsi të përkthyer, ka përkthime të autorëve të njohur botror, jo vetëm shqiptar, por përkthime në gjuhën shqipe. Do të ketë një stand histori, mbi pjesët historike të Shqipërisë, do të ketë një stand me fjalor shqip, anglisht shqip e të tjerë. Pra, do të ketë një stand për fëmijët, që ishte stenda më e suksesshme festivalin e kaluar, librat për fëmijë. Shkrimtarët janë nga më të ndryshmit. Unë kam këtu disa shifra. Për shembull do të jenë rreth 760 autor shqiptar dhe të huaj. 760. Në panerin e shkuar, në festivalin e parë, për shembull, janë shitur rreth 2100 libra në Toronto dhe festivali i parë në fakt u vijua nga festivali i dytë në Montreal dhe do thoya që ky është i treti për ne. Në Montreal janë shitur rreth 780 libra. Do të kemi shtëpi botuese të ndryshme. Do të kemi prezencën e shtëpisë botuese Onufri, që na është bashkuar, ka qenë pjesë edhe herën e parë. Dhe këtu do të përmendja edhe një iniciativë të re të Alb Libris. Vetëm para pak ditësh kanë bërritur rreth 1750 tituj nga New Yorku.
fal Alb Libris, që është një iniciativë e shtëpisë botuese Onufri, e krijuar bashkë me Komunitetin Shqiptar në New York. Dhe botuesi Bujar Hudri i shtëpisë botuese Onufri ka qenë është iniciatori i kësaj nisme dhe ka mbështetur dhe do të jetë pjesëmarrës dhe në panajër. Përveç shtëpisë botuese Onufri kemi edhe Dita SHPK, bukinistë dhe albas, të paktën deri tani jemi akoma duke biseduar me shtëpi të tjera botuese. Dhe do thoya që të gjithë që interesohen të marrin pjesë në festival do të gjejnë, besoj do të gjejnë çfarë kërkojnë të gjejnë. Por edhe emra të rëndësishëm, për shembull Bujari, ja vlen që ta përmendim që është botuesi i shkrimtarit Ismail Kadare, që kush ka qenë adhurues ose lexues i Ismail Kadares mund të ketë rastin që të vi dhe të takoj. Në vjet kemi pasur të gjithë kolanën e Kadares dhe ka patur pjesëmarrës që kanë qenë të interesuar për të blerë një kolanë të tërë dhe patjetër që mund na vizitoni dhe mund të gjeni librat që keni dashur të merrni. Çfarë emrash të tjerë mund të përmendim që mendoni se janë emra që i do shumë publiku edhe që do ketë shansin që t'i gjej aty? Vjet për shembull ne kishim Enkel Demin si pjesëmarrës kryesor dhe pati një interes mjaft të madh për librat e tij, ai doli dhe fituesi i panajirit në Shqipëri. Si vjet do të kemi disa autorë të cilët i kemi ftuar dhe do të jenë pjesëmarrës. Do të përmendja këtu zonjë Rita Petro. Ajo është vlerësuar si poete laureate e Shqipërisë dhe do të jetë pjesë e panajirit, do të marrë pjesë dhe do të flasë mbi të jetosh pa frikë, letërsia si akt liria. Jemi shumë të kënaqur dhe mezi presim ta kemi pranë nesh. Do të kemi Ardian Vebiun, për shembull, një tjetër shkrimtar i cili do të flasë mbi rrëfimin, ku mbaron rrëfimi dhe ku fillon e vërteta. Ky do të jetë një tjetër panel që shikuesit mund që pjesëmarrësit në panajër mund ta ndjekin dhe mund të blejnë librat e të dy autorëve që sapo përmenda. Beti Njuma është një emër që sapo na ka ardhur dhe na është bashkuar. Është një gazetare dhe moderatore mjaft e njohur në Shqipëri dhe është një zë i njohur në median shqiptare, kështu që do të na bashkohet dhe do të flas në panajër. Ermal Nuria është një emër ndoshta që mund të njihet nga të interesuarit mbi historinë shqipe. Ermal Nuria do të flasë mbi si shkruhet historia, dokumenta dhe arkiva dhe kujtesa së kaluarës. Do të jetë një emër që mund të jetë me vlerë për çdo që interesohet në fushën e historisë shqipe dhe arkivave shqiptare. Dhe do të ndalesha pak këtu dhe do të shtoja që ACDA-ja ka në fokus dhe arkivat shqipe dhe punon mbi digitalizimin e këtyre arkivave. Kjo është një anë tjetër e punës që ne bëjmë. Përveç autorëve shqiptar, e veçanta e këtij festivali do thoja, u përpoqëm ta bënim dhe në festivalin e parë, por nuk arritëm. E veçanta është që të sjellnim dhe zëra të vendas, të komunitetit kanadez. Dhe do të kemi Suzanne Lebeau, e cila është në fakt shkrimtare për fëmijë, dhe ajo do vi dhe do të bisedoj me të pranishmit çfarë u themi fëmijëve dhe si. Mendojmë që është mjaft interesante në fakt që të kemi një ndërthurje të autorëve shqiptar, por edhe atyre kanadez, sepse në fakt ky është dhe objektivi i aktës. Objektivi është që të jetë një urlisje mes dy komuniteteve. Dhe siç e dim, dhe të rinjt dhe fëmijët dhe ndoshta brezi i dytë apo i tretë vazhdon të ruaj gjuhën shqipe dhe ky është dhe fokusi i ACDA-s dhe i festivalit, por gjithsesi dëshiron dhe të dëgjojë diçka të shkruar në gjuhën angleze, sepse ndoshta ndjehet më komod të lexojë në këtë gjuhë. Ndaj ne u ofrojmë mundësinë që të vinë dhe të na ndjekin. Dhe për më tepër ofroj mundësinë dhe Komunitetit Kanadez që të njihet dhe të njohë më shumë shkrimtarët tanë, të cilët janë përkthyer siç tham Kadareja, që është përkthyer në gjuhën angleze patjetër në shumë gjuhë të botës. Si keni menduar panelet, si do janë të organizuara pra për të gjithë dashamirësit e librit, po them, por edhe dashamirësit autorëve që ju do të keni të ftuar, do të kenë mundësi thjesht të dëgjojnë, mund të bëjnë pyetje, mund të marrin autografe, pra si keni organizuar, si keni menduar që të organizojnë këto panel? Varet pak a shumë edhe nga autori, se çfarë do që të bëj, por ndoshta keni vënë një strukturë pak a shumë, duke qenë se pak ditë na ndajnë nga patjetër, po.
E njëjta strukturë ishte edhe në festivalin e kaluar në fakt, që kishte një prezantim, kishte pyetje nga moderatorët e sesionit dhe përgjigje nga shkrimtarët dhe autorët, por gjithsesi ne u japje mundësinë edhe audiencës për t'i bërë pyetje autorëve që sapo përmenda, të cilët do të jenë pjesë. Por, ajo çfarë është ndryshe dhe çfarë është risi në këtë edicion të dytë apo të tretë, është fakti që kemi lënë hapësirë dhe autorëve të tjerë, të cilët duan të takohen me lexuesin e tyre. Është shumë interesante, sepse duke qenë që paneri i festivalit do të zhvillohet në Humber College, ambientet janë të shumta dhe do të ketë të gjithë shkrimtarët do të kenë në dispozicion salla që mund t'i përdorin për t'i prenotuar në orare apo ditë të caktuara dhe ndoshta të lexojnë pjesë nga librat e tyre, ndoshta të bisedojnë me lexuesin, ndoshta të firmosin, të japin autografe. Pra do të kenë hapësirë të veçantë, të dedikuar të gjithë shkrimtarëve që duan të kenë këtë lloj takimesh të drejtë për drejta me audiencën dhe me lexuesin e tyre. Kjo është e veçantë e këtij festivali. Por gjithçka varet nga dëshira e autorit për të caktuar ditën, orën që do takohet. Më pas, kushdo që është interesuar mund të shkojë dhe të takojë. Autorët që unë lexova në fakt janë autorët kryesor që ne do të kemi, por kjo as pak nuk i kufizon. Të gjithë janë të rëndësishëm dhe të gjithë luajnë një rol dhe një vlerë të jashtëzakonshme dhe janë një vlerë jashtëzakonshme për letrat shqipe. Dhe çdo autor që jeton në Kanada, që ka mundësinë të jetë fizikisht ato ditë në festival, në datat 9 dhe 10 maj, mund të prenotojë sallat personale për të takuar lexuese. Për shembull, një ide interesante më duket edhe fakti që pavarësisht se kemi një panajër libri dhe flasim për letërsinë artistike ose për historinë, është që ta sjellim edhe afër realitetit, pra aktualitetit që jetojmë. A mund të ketë tema ose biseda të këtyre paneleve që trajtojnë aktualitetin, se të duket sikur të lidh më shumë me ato çfarë aktualisht je duke jetuar, apo nuk e keni parë në një kontekst të tillë? Jo, e kemi parë, është një pyetje me shumë vend. Në fakt, vjet kam pasur kënaqësinë dhe nderin të moderoja panelin e parë me shkrimtarin Gazmen Kaplani, i cili bisedoi mbi emigrimin. Tema që u diskutua ishte tema e migracionit, e zhvendosjes së shqiptarëve jashtë kufive, dhe ishte një temë në fakt që ngjalli shumë interes, sepse është një temë aktuale, është një temë që na përket, është një temë ku të gjithë mund të ndajmë. Ndaj patjetër që është diçka që ne mendojmë edhe dëshirojmë ta sjellim. Ju përmendët pak më parë faktin që vitin e kaluar ose festivalin e parë, po them, sepse po numërojmë edhe Montrealin tani dhe na dalin 3. Po ne në Shqipëri jemi mësuar që i kemi me vitin 2025-2026. Përmendet që stenda e letërsisë për fëmijë ishte një nga më të suksesshmet. A keni vendosur që të keni një fokus më të madh tek letërsia për fëmijë këtë vit, apo e keni lënë në të njëjtat nivele me fokuset që keni dhënë gjithë secilës stand tjetër, po them, duke qenë se tek letërsia për fëmijë në të njëjtën kohë, përveç se ti zhvillon imagjinatën e fëmijëve, i edukon, u hap vizionin për mënyrën se si e shohin jetën, por në një farë mënyre edhe i detyron, po them, në thonjza që të ruajnë gjuhën, që kupton që ne si detyrojmë dot, por që është një mënyrë indirekte për të ruajtur gjuhën shqipe tek brezi i fëmijëve që kemi sot. Keni menduar që të keni diçka më ekstra, apo është një të njëjtë? Është një diskutim mjaft me vlerë dhe mjaft i rëndësishëm, do thoja, dhe është një temë që na prek të gjithëve. Ruajtja e gjuhës shqipe për brezin e dytë apo dhe të tretë është një mision i vështirë, por jo i pamundur. Ajo çfarë u zhvillua vitin e kaluar është që patëm disa aktivitete organizuar sërish nga Ina Zoza, Marley's Got Talent, ku patëm disa aktivitete për fëmijë, ku mund t'i lexohej një pjesë edhe mundet merreshim me aktivitete të tjera vizatime apo ngjyrosje që t'i mbanim të aktivizuar. Këtë vit kemi kuptuar që ato libra që patën shumë shitje dhe interes janë libra që ne do të risjellim më shumë ose shumti, pra duke qenë që një nga panelet ai për fëmijë ishte është ngjalli më shumë interes, është një panel që ne do donim ta kishim dhe kemi shtuar zërat dhe titujt që kemi sjell.
Por ndërkohë, përveç kësaj pjese, ajo çfarë do të bëjmë është që do të kemi veprimtari të ndryshme që do të organizohen për të rinjt dhe për fëmijët. Do të ketë një kënd bashkëbisedimi, siç thash, dhe do të ketë dhe shkrimtar të letërsisë për fëmijë. Gjithashtu do të ketë edhe pjesë ku do të lexohen dhe do të ketë interpretime të poezive shqipe, nga Gjemi Agaj dhe nga autorë të tjerë, të cilët do të bëjnë të mundur që të flitet shqip dhe të lexohet shqip. Do të ketë, siç thash, maksimalisht vëmendje mbi brezin e ri, dhe do të ketë dhe surprizat e tjera. Nëse e krahasojmë festivalin e librit shqiptar në Toronto me panairin e librit në Shqipëri, çfarë kanë të përbashkët edhe çfarë është më ndryshe? Po, unë do të thoja për masat nuk janë të krahasueshme absolutisht, sepse po flasim për panairin e librit në Shqipëri, cili është i për masave mjaft të mëdha, dhe besoj është shumë e thjeshtë që shtëpitë botuese të vinë, të jenë prezente, u jepet stende atyre dhe ata bëjnë çdo gjë. Pra janë ata që merren me organizimin e stendeve, çdo shtëpi botuese, ndërkohë këtu është ndryshe. Shtëpitë botuese vërtet bashkëpunojnë dhe sjellin librat, por jemi ne që duhet të mbulojmë pjesën e organizimit. Pra është disi më e vështirë, mendoj, organizimi këtu kërkon më shumë punë dhe koordinim, por është vërtet magjike, është vërtet atmosfera që u krijua në festivalin e parë ka qenë vërtet e pakrahasueshme, sepse mendoj që bëri shumë jehon. Një panair libri në Shqipëri është diçka që pritet çdo vit. Ndërkohë një festival libri në Toronto, në këtë anë të oqeanit, është diçka mjaft e rrallë, e cila kërkohet dhe e cila përfshafohet, besoj, nga komiteti, ashtu siç dhe pam në festivalin e parë. Pra vështirësitë janë më të shumta, por dashuria për njëri tjetrin, për komitetin, për autorët është shumë e madhe, do të thoya, edhe malli është shumë i madh. Çfarë mungon Torontos, panairit organizuar në Toronto, në krahasim me atë të organizuar në Tiranë ose Anasjelltas në këndvështrimin tuaj? Pra, më shumë unë kam jo tek aspekti fizik ose tek organizimi, por e kam tek qasja që mund të ketë lexuesi me librin në këtë panair, nëse bëjmë një krahasim. Nuk do thoya që ka ndonjë ndryshim shumë të madh mes të dyjave, sepse unë besoj që kushdo që merr pjesë në një panair apo festival libri, siç e quajmë ne, është aty sepse e do librin, i do letrat dhe është interesuar të blej librat që i interesojnë, edhe mendoj që dëshira është e njëjtë, por siç e përmenda më parë, është pikërisht malli për mallimi që ne kemi për vendin që është shumë i madh në këtë panair tonin, sepse aty duke marrë pjesë në panair, ke mundësi të takosh persona të tjerë që jetojnë në Toronto, por që janë aty për të njëjtën arsye, që i thërret gjaku, që i thërret vetëlindja, që i thërrasin autorët, dhe që duan të jenë aty për të ndarë këtë dashuri për librin dhe gjuhën shqipe. Dhe mendoj që kjo është e veçanta dhe bukuria e festivalit në Toronto. Në fakt, këtë ishte si thikme dy presa për mua, sepse në një këndvështrim e mendoja si diçka në panairin e librit në Toronto, vinë ata që e adhurojnë librin, që duajnë, që marrin jetë nga çdo faqe që lexojnë, ndërkohë që në Shqipëri e mendoja se ndoshta panairi aty vizitohet nga shumë njerëz, ndoshta edhe nga ata që s'kanë interes për librin, por në fakt qëndron edhe ky këndvështrimi që i dhat ju, edhe ishte interesant. Apo mendoni se po krijohet një traditë që do të vazhdoj të ruhet për sa i përket festivalit të librit? Pra, është diçka që ndoshta vitin tjetër, edhe nëse ju s'do doni, do jenë lexuesit që do ua kërkojnë këtë panair libri? Në fakt, më thoya që lexuesit na kërkuan dhe këtë. Pra, pa mbaruar ende festivali parë, ne kemi marrë komente dhe pyetje kur do të organizohet panairi tjetër, festivali tjetër, dhe mendoj se kjo gjë varet nga komiteti, mendoj se kjo gjë varet nga dëshira, nga pjesëmarrja e komitetit në panair, nga angazhimi i tyre. Ne jemi vetëm personat që e ideojmë dhe sollëm si ide, por realisht panairi organizohet dhe mbështetet nga komiteti.
komiteti. Pra nëse komiteti dëshiron të ketë të tilla organizime, të tilla festa, të gjuhës dhe të fjalës, ne jemi aty për ta mbështetur këtë dëshirë. Dhe me sa mesazhe kemi marrë dhe me sa shohim angazhimin e komunitetit, siç e thash më parë, vullnetar pafund, të cilët janë të gatshëm. Në thirrjen e fundit që ne i bëm personalisht në grupet që kemi, pati një përqafim të jashtëzakonshëm, po patjetër që do të jemi, do të vim sërish. Pra ky është një mesazh i fortë i dashurisë për librin dhe letrat që ne e marrim në konsiderat dhe që absolutisht e vlerësojmë. Pra varet nga dëshira dhe besoj dëshira është. A mendoni si njerëzit në ditët e sotme lexojnë më pak apo thjesht kanë ndryshuar formën e të lexuarit? Kjo është diçka në perceptimin që ti ke, duke qenë se je edhe pedagoge, edhe afër librit që do dhe po edhe afër komunitetit, pra çfarë vëre? Ajo çfarë unë vëre është që me zhvillimin e teknologjisë është bërë pak e vështirë. Leximi është, sidomos do thoja brezi i ri është larguar paksa nga të lexuarit e romaneve të gjata me qindra faqe, përpos faktit që u nevojiten të lexojnë gjatë studimeve të tyre. Ajo çfarë unë shoh në kulturën kanadeze dhe në shkollat kanadeze, pra për shqiptarët që jetojnë në Kanada, unë do thoya që ekziston një kulturë mjaft e mirë leximi. Pra ti mund të shikosh individ që lexojnë në autobus, në metro, të rinj që shkojnë në bibliotekë, në shkollat kanadeze është detyrueshme që fëmijët të shkojnë në bibliotekë rregullisht, në bibliotekën e shkollës dhe të marrin titull librash. Ndaj mendoj që kjo dashuri u jepet që në vegjëli dhe vazhdon më tej edhe në vijim. Ajo çfarë unë shoh dhe është interesante është që ka mjaft organizime të klubeve të librit në Kanada, organizime private absolutisht të vogla. Unë jam pjesë e një klubi libri për shembull në qytetin ku jetoj dhe është mjaft e këndshme që një grup individësh bëhen së bashku për të kaluar kohë, për të lexuar një libër, për ta diskutuar së bashku. Është një grup vajza shqiptare, kështu që jam ndjehem mjaft mirë që jam pjesë e këtij klubi dhe kam vënë re që ka mjaft organizime të tilla që mendoj se i rikthehemi librit. Por në Shqipëri nuk di të them, pasi jam shkëputur, mendoj që teknologjia është një sfidë më vete dhe po e rrezikon librin në një farë mënyrë. Mendoj që e rrezikon librin, të lexuarit e librit, po e rrezikon dhe gjuhën shqipe deri diku. Po shohim që ka shumë anglicizma, duke qenë që interneti dhe bota online është në anglisht, ajo çfarë unë kam vënë re është që ka shumë prezencë të gjuhës angleze në të folur. Unë përpiqem të mos e bëj vetë dhe e gjej veten në faj shpeshherë, por kjo besoj vjen nga studimet edhe nga fusha ku unë lëvroj, por gjithsesi shikoj që kemi një tendencë për t'u larguar shqipes dhe aty ku fjalët dhe fjalori ekziston, dhe kemi një tendencë për t'u shprehur më lehtësisht në gjuhën angleze, dhe shoh këtë edhe te brezi i ri, e shoh edhe se më duket se fëmijët në Shqipëri hasin më parë YouTube dhe internetin dhe më vonë librin, dhe mendoj që kjo balancë duhet përmbysur pak. Pra, libri shqip dhe letërsia për fëmijë është duke prevaluar në fakt në Shqipëri. Unë kam parë që në panelin e fundit të librit ka patur goxha tituj dhe goxha botime në gjuhën shqipe për letërsinë për fëmijë shqipe, dhe unë mendoj që është koha që ta përqafojmë dhe ta mbështesim letërsinë e fëmijëve në gjuhën shqipe dhe ta sjellim në shtëpitë tona sa më shumë të mundemi. Po këtu në Kanada si shikoni të rinjt shqiptar? A kanë interes për librin shqip? Kjo varet nga shumë faktorë, do thoja unë. Së pari varet nga sa komod ndjehen ata me leximin e gjuhës shqipe. Dhe kjo është një temë mjaft delikate, do thoja. Ka individ të cilët e kanë shumë të lehtë ta ruajnë gjuhën shqipe në familjet e tyre, sepse ndoshta kanë gjyshërit të cilët flasin shqip, dhe mendoj kjo e lehtëson komunikimin në shqip. Ka familjarë të cilët ndoshta nuk kanë gjyshërit, por e kanë shumë të rëndësishme këtë pjesë dhe i mëshojnë fakti që në shtëpi flitet shqip dhe vetëm shqip, dhe kjo është për tu inkurajuar.
dhe përqafuar si ide. Por ndërkohë, mendoj që ka dhe një grupim të cilët prindrit ndoshta nuk komunikojnë shumë mirë në anglisht, dhe kjo është një emet pozitive që sjell benefitet e veta dhe fëmijët flasin shqip sepse prindrit nuk mund të flasin në gjuhë angleze dhe kjo është e mrekullueshme për këto familje. Dhe unë besoj që në gjithë këto grupime të lexuarit në gjuhën shqipe nuk është aty ku duhet jetë absolutisht, sepse letërsia në gjuhën angleze, në shkolla, në gjimnaze, në universitete është më aksesueshme. Ndaj ky panajër dhe ky festival është i nevojshëm, do thoja unë. Sepse ky festival u jep një mesazh brezave të rinj, fëmijëve tanë, që letërsia shqipe është këtu, është gjallë, është mjaft aktive dhe duhet lëvruar, duhet lexuar, nuk duhet i largohemi rrënjve. Dhe unë mendoj që ky mesazh u përcoll mjaft mirë në festivalin e parë dhe është koha që ta përcjellim sërish në këtë festival të dytë këtu në Toronto, sepse janë mesazhe që na bashkojnë, janë mesazhe që na përmbushin shpirtërisht. Dhe është realisht e mrekullueshme që ti shikon qindra individ të cilët punojnë, japin kohë nga koha e tyre në mënyrë vullnetare, absolutisht që të gjithë ne, si bordi, si vullnetarët, punojmë të gjithë vullnetarisht, por e bëjmë këtë sepse ndjehemi shumë mirë, sepse ndjehemi të përmbushur, që jemi duke kryer një mision që na rrit, që na bashkon, që na sjell bashkë, dhe që u thot fëmijëve tanë, ju vini nga një vend i pasur, me një letërsi të pasur, me një kulturë të pasur, dhe kjo nuk duhet harruar asnjëherë. Unë e kam parë këtë tek fëmijët që morën pjesë në festival vitin e shkuar dhe uroj të kemi sa më shumë fëmijë këtë vit. Festivali është falas, nuk kushton të vini, pra nuk ka një bilet për të hyrë, është falas dhe është i hapur për të gjithë. E veçanta e këtij edicioni është që në Humber College, North Campus dhe parkimi do të jetë falas, pra nuk do të duhet të paguani për parkimin, dhe ju ftojmë të vini sa më shumë. Do të jenë 2 ditë mjaft të këndshme. Mbas 3 ose 5 viteve, ku e shihni këtë festival libri që të arrijë në Toronto? Jo vetëm Toronto, po në Kanada, se ndoshta bëhet edhe një traditë që të udhtojnë në disa qytete të Kanadas. Pse jo? Unë do thoya që absolutisht do t'i lëm kohës dhe dëshirave dhe nevojave të komunitetit, por unë mendoj që po, kjo do të ishte një ide shumë e këndshme që panajëri të udhtojë në qytete ku përqendrimi i komunitetit shqiptar është i madh. Hapi i parë është bërë për në Montreal, po pse jo në Vancouver ndoshta apo në qytete të tjera, nëse është nevoja dhe nëse është dëshira, pse jo. Ajo çfarë ne ndjejmë është që ky festival dhe ky boshllëk do thoja po mbushet për të pasur librin këtu dhe besoj se është një dëshirë që do të vazhdojë për shumë kohë dhe për 3, 5 apo dhe më shumë vite patjetër. Cili është një libër që sipas jush duhet të lexohet nga cili do emigrant shqiptar që është në Kanada? Po kjo është një pyetje mjaft personale, do të thënë. E di që është personale, por një sugjerim që mund të japi. Unë nuk do kisha në fakt ka shumë. Letërsia klasike shqipe është e mrekullueshme. Ndaj secili bën zgjedhjet e veta personale. Unë mendoj që duhet njohur letërsia shqipe. Unë mendoj se duhet folur për të. Duhet bashkohemi dhe të bisedojmë mbi letërsinë shqipe, cila do qoftë ajo. Por besoj se shkrimtarët klasik, ata lirik duhet të jenë pjesë e njohurive të gjithë secilit prej nesh dhe duhem të jenë pjesë e bibliotekave tona në shtëpi të bisedave tona. Cilat janë 3 arsye pse cili do nga ne duhet të vijë dhe të vizitoj panajërin e librit në datën 9 dhe 10 maj? Unë do listoja shumë arsye. 3 kryesore. Besoj arsyeja e parë është sepse dëshiron të shoh shumë libra shqip dhe të përzjedh librat që ka dëshiruar gjithmonë të blej, por ndoshta është penguar t'i blej sepse nuk ka pasur vend në valixhe për të ardhur deri në Kanada. Dhe ky është momenti që të vi dhe të përzjedh librat që dëshiron të blej. Së dyti, unë do të thoja është një mundësi shumë e mirë për të sjell me vete një shok, një mik, një shoqe, për të sjell familjarët,
për t'i prezantuar, mendoj brezin e dytë apo të tretë për t'a prezantuar këtë brez me kulturën dhe letërsinë shqipe. Mendoj është një prezantim fantastik, është një prezantim që nuk duhet humbur në fakt. I flas këtu gjyshërve dhe prindërve, që ndoshta kanë lindur fëmijët këtu dhe prindrit nuk kanë pasur mundësi të vizitojnë një panajër në Shqipëri për shkak të periudhave kur panajëret organizohen. Ky është momenti, besoj, që mund t'i sillen në një panajër ku flitet shqip edhe ku bisedohet për autor shqiptar. Dhe së treti, unë do thoja e jeni në panajër, sepse do takoni një komunitet të mrekullueshëm. Do takoni individ dhe njerëz që janë aty sepse realisht janë adhurues të kulturës, të gjuhës shqipe dhe janë arsimdashës, do thoja, apo edhe persona që duan të mos i humbin rrënjët e tyre, por duan ta përçojnë dijen, kulturën dhe dashurinë tek brezat e rinj. Në fakt mund të bëjmë edhe një thirrje që mund të sjellin edhe miqtë të tyre të kulturave të ndryshme, duke qenë se aty do të kemi edhe autorë të huaj, por pse jo të njohin edhe autorët tanë shqiptar. Patjetër, siç e përmendëm, ACDA-ja është urë lidhëse dhe kjo është ura që ne duam të krijojmë. Patjetër që sillni miq kanadez apo jo, të cilët janë të interesuar për mësuar më shumë rreth jush, rreth gjuhës që ju flisni dhe kulturës që keni. Ky është një moment ideal për ta bërë këtë gjë, kështu që do të kemi, siç tham, dhe panele në gjuhën angleze, po mendojmë, por nuk e kemi finalizuar, që të kemi edhe përkthime simultane, kështu që kjo do të përpiqemi që t'u ofrojmë mundësinë, po, edhe jo shqipfolësve që të na ndjekin. Laureta, unë të falenderoj shumë, ishte kënaqësi për gjithë informacionin që ndave rreth panajërit të librit që pritet të organizohet në datën 19 maj, por edhe rreth teje. Shumë kënaqësia ishte imja. Më lejoni të them një falënderim të fundit për komunitetin shqiptar, që është vërtet mikpritës, për të gjithë shoqatat që na janë bashkuar, siç përmenda më parë, për ambasadën shqiptare në Kanada, e cila këtë vit na ka ofruar mbështetjen maksimale për çështje të ndryshme administrative të pjesëmarrësve nga Shqipëria, kështu që i falenderojmë. Dhe gjithsesi do doja të falenderoja çdo pjesëmarrës që do të vendos të kaloj kohë me ne, do të krijoni kujtime që do t'ju ruani gjatë. Ju mirëpresim. Faleminderit për ftesën. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ju falenderoj edhe ju teleshikues, mos harroni në datën 19 maj, mos harroni që ndiqni panajërin e librit, ndërkohë që unë ju lë takim të premten tjetër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, bashkë mirupafshim.